Një minator mbeti i plagosur pas një aksidenti në punë në minjerën e Bakrit në Spaq të Mirditës. Ngjarja ndodhi gjatë natës në njërin prej galerive të kompanisë Tete Albania, ndërsa i plagosur mbeti shtetasi Edmond Gjikollaj, 48 vjeç, banues në Rrëshen. Sipas të dhënave, ai ka qenë duke punuar nën tokë bashkë me persona të tjerë në nxjerrjen e Bakrit, ku një masiv dherash është shkëputur dhe ka goditur minatorin. Përpasoi 48 vjeçari ka pësuar dëmtime trupore dhe është dërguar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë, nga ku mësohet se ndodhet nën kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, në lidhje me ngjarjen, ka nisur menjëherë hetimet. Policia në drejtimin e prokurorisë dhe Inspektoriati Shtetëror i Punës po verifikojnë kushtet e sigurisë brenda galerisë ku ndodhi aksidenti. Minjera e Bakrit në Spaq të Mirditës, e cila është dhënë me koncesion kompanisë turke Tete Albania, është denoncuar edhe më herët nga minatorët, të cilët protestuan për më shumë se 2 muaj gjatë vitit të kaluar për kushtet të vështira në punë dhe pagat e ulta. Pas ngjarjes ka reaguar edhe Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë. Në një deklaratë publike, KSSH shpreh solidaritetin me minatorin e plagosur edhe familjen e tij, ndërsa thekson se aksidenti nuk është një rast i izoluar, por sipas saj, pasojë e problemeve të vazhdueshme me siguri në punë në këtë minjerë. Sipas KSSH, kompania që operon në minjerë Tete Albania ka shkelur rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit në punë. Sindikata kërkon hetim të plotë dhe transparent për aksidentin, si dhe përgjegjësi nga institucionet dhe kompania përkatëse.